Presidentja Vjosa Osmani është takuar të martën me homologun e saj hungarez Tamash Shyok gjatë vizitës së saj në Hungari. Osmani në Budapest është pritur me ceremoni shtetërore, derisa në takimin bilateral me presidentin Shyok tha se kanë diskutuar për marrëdhëniet mes të dyja shteteve e avancimin e bashkëpunimit. Potenciali për rritjen e mëtejmë të bashkëpunimit Kosovë-Hungari është i madh dhe vendi ynë mbetet i përkushtuar për të hapur kapituj të rinj në marrëdhëniet tona. Në takim i shpreha presidentit Shyok mirënjohjen e qytetarëve të Kosovës për rolin e Hungarisë në kuadër të KFOR-it, për mbështetjen e dhënë studentëve të Kosovës ndër vite, si dhe për iniciativat që kanë afruar edhe më shumë dy vendet tona. Presidenti hungarez deklaroi se mbështet aspiratën e Kosovës për integrimin evropian. Në takimin ton ram dakord se marrëdhëniet mes Hungarisë dhe Kosovës karakterizohen nga respekti dhe besimi i ndërsjellë. Duhet të forcojmë më tej këtë themel të çmuar. Prandaj synojmë një partneritet të qëndrueshëm dhe bashkëpunues në çështjet ekonomike si arsimi apo politika familjare. Në këtë frym, Hungaria mbështet plotësisht aspiratën e Kosovës për integrim evropian. Gjatë vizitës në Hungari, presidentja Osmani do të takohet edhe me kryetarin e parlamentit të Hungarisë e me përfaqësues të odave ekonomike, e do të mbajë edhe ligjëratën në Universitetin Hungarez.